Maturantët në të gjithë vendin janë njohur me rezultatet e provimit të gjuhës së huaj, ku statistikat tregojnë një përmirësim të dukshëm krahasuar me 2 vitet e mëparshme. Në Bashkinë Shkodër janë 380 maturantë që u vlerësuan me notën 10 dhe vetëm 9 prej tyre kanë rezultuar ngelës nga 1330 të testuar. Drejtuesit e arsimit vlerësojnë rezultatet e provimit të parë, që shënon edhe një rritje të notës mesatare. Kemi patur një rritje të notës mesatare në këtë provime dhe kemi patur edhe një përfaqësim shumë të mirë të nxënësve tonë në provimin e gjuhës së huaj. Kemi patur një numër shumë të madh dhjetash. Mund të them që në 1330 nxënës që kanë marrë pjesë në provimin e gjuhës së huaj, kemi patur vetëm 9-4 dhe është një shifër shumë e vogël dhe shumë e pa konsiderueshme që ndikon shumë pak në notën mesatare, por mund të them që kemi pasur mbi 380 dhjeta në të gjitha gjimnazet tona, publike, private dhe shkolla profesionale. Kemi pasur një përfaqësim shumë të mirë të 28 nëntorit që vazhdon të majë në lartësinë e duhur, notën mesatare, të Osokukës po ashtu, kemi pasur një përfaqësim shumë të mirë të shkollave private, mund them Pjetër Meshkalla, Marifi, Austriakja, që kanë patur një mesatare, sigurisht ka patur pra një korelacion pozitiv mes notës mesatare vjetore dhe notës mesatare të provimit. Kemi patur një rritje, nota mesatare vjetore ka qenë 7.3 dhe në provimin e gjuhës së huaj kemi arritur në 7.87, çka do të thotë që nxënësit tonë në të vërtetë janë përfaqësuar shumë mirë dhe kanë reflektuar ato dije që ndoshta mund të them që ne kemi qenë pak të shtrënguar në notat që u kemi dhënë atyre. Në shkallë vendi provimit të gjuhës së huaj u nënshtruan 25.742 maturantë, ndërsa vetëm 399 prej tyre kanë ngelur, çka përkthehet me një kalueshmëri prej 98.45%, më larta e 3 viteve të fundit. Gjithashtu 216 maturantë kanë arritur të marrin notën maksimale 10.00. Nota mesatare për provimin e gjuhës së huaj këtë vit është 7.8, një tjetër tregues pozitiv për cilësinë e përgjithshme të rezultateve. Sipas të dhënave zyrtare të publikuara, pjesa më e madhe e maturantëve janë vlerësuar me nota që variojnë nga 7 deri në 9.9, me peshën më të madhe që mban grupi notave 9, 9.99, ku renditen 8.073 maturantë.